Edon Bytyqi prap tenton të mashtroj. Edon Bytyqi është bërë emër e figuri njohur për shumë shqiptar, por për fat të keq ky emër nuk është se njihet për ndonjë vepër të mirë, e madje krejt e kundërta. Bytyqi njihet e kërkon si mashtrues si shumë njerëzve me shifra të mëdha të parave. Edon Bytyqi njihet për mjeshtrinë e tij disa vjeçare, tani më të cilën përdor për t'i mashtruar njerëzit që të marrë para, duke keq përdorur shpesh herë edhe raste të ndjeshme ku njerëz të tjerë kërkojnë para për shërim. Edon Bytyqi, i cili edhe pse është faktuar shumë herë për mashtrimet që ka kryer, ende nuk është arrestuar, por vazhdon të realizojë avazin e vjetër. E një mashtrim të ngjashëm tentoi ta bëjë sërish, rast ky i lajmëruar tani më në lajmin e vet. Personi me dëmtim në të pamur Blindu Golli u kontaktua fillimisht nga një profil në Facebook Edin Tan, pasi Blini kërkoi ndihmë në Facebook për t'u mundsuar trajtimi shëndetësor jashtë vendit. Parat për trajtim u mbledhen për më pak se 2 orë nga një thirrje në Facebook e Arjanit Kocit, mirë po profili Edin Tan, që dyshohet se është Edon Bytyqi, ka filluar të kontaktojë në Facebook Blindu Gollin, kinse dëshiron që t'ja dërgojë disa para për shërim, madje duke i thënë Blinit se kinse kishte biseduar edhe me avokatin Arjanit Kocin dhe se gjithçka është gati për dërgimin e parave. Edon Bytyqi ka vazhduar t'i bëjë non-stop presion Blinit se pse s'po e hap telefonin. Madje ai i kishte thënë se jeton në Bosnjë edhe veç po ka qef m'ia plotësu këtë dëshirë. Pasi Edon Bytyqi ja merr numrin e telefonit Blinit, ai e thirr me zë në WhatsApp, e në këtë moment Blini arrin që ta njohë Edon Bytyqi në të folur pas raportimeve të shumta që ishin bërë, ku ai mashtronte njerëz për të përfituar para nga ta. Pasi që Blini e ka hetu që ky është mashtruesi Edon Bytyqi, menjëherë ja ka vënë me dije që tani më ti e doni dhe e ka bllokuar nëpër krejt rrjetet sociale që kanë komunikuar. Blindu Golli më pasi është drejtuar redaksisë tonë, ku po ashtu na ka dërguar profilin përmes të cilit Edon Bytyqi ka tentuar me u mashtru. Për fat të mirë, rastin nuk arrit të përfundonte siç pretendoi Edoni, por ky është edhe një alarm tjetër për institucionet e hetuesisë, se si i njëjti ndër vite nuk po arrin të kapet dhe po vazhdon me veprimet e njëjta, e duke i mashtruar njerëzit, duke përfituar para nga ta. Njerëz të ndryshëm munden me rënë prej e mashtrimit të tij, pasi i njëjti vazhdon të jetë i lirë, ende edhe pse janë publikuar shumë fakte për mashtrimet e tij. Ne edhe më herët kemi raportuar sa i përket një mashtrimi që Edoni ja ka bënë një qytetarit të Prizrenit, pasi ky i fundit kishte dalë me lutje për ndihmë për shërimin e vajzës së tij, e cila ka nevojë për trajtim jashtë vendit. Andaj kujdes nga ky person dhe vazhdoni të paraqitni rastet nëse veç jeni kontaktuar nga ky person, pasi që do të jetë më e lehtë edhe për organet e drejtësisë për kapjen e tij. Edon Bytyqi thuhet se jeton në Serbi dhe Bosnjë, nga ku edhe vazhdon ta kryejë veprimtarinë e tij prej mashtruesi.